Ardhja në jetë e një fëmije shoqërohet me emocione të forta, si gëzime shpresë, por edhe me përgjegjësi të mëdha. Ky e fundit tek shumë gra shpesh shkakton depresion, i cili sipas ekspertëve të shëndetit mund të shfaqet nga forma më e lehtë deri tek ajo më e rënda. Depresioni postpartum, quhet ndryshe ose peripartum, është ajo periudhë pas lindjes, në të cilat gruaja fillon të shfaqë shenjat e depresionit. Ajo ndahet në disa tipe, disa simptoma që quhen përfshin babyn blue, e cila shfaqet 2 deri në 3 ditë pas lindjes dhe zgjat jo më shumë se 2 javë. Kemi depresionin e madh pas lindjes, që mund të quhet edhe peripartum, fillon gjatë shtatzanisë, vazhdon 1 javë dhe disa muaj pas lindjes, dhe janë dhe psikozat forma më të rënda, psikozat postpartum, të cilat kanë simptoma më të rënda dhe zakonisht shfaqen tek ato gra që kanë pasur episode më përpara ose kanë në familje të depresionit ose të psikozave. Shumë gra nuk e pranojnë që vuajnë nga depresioni postpartum edhe pse simptomat janë të dukshme. Ky refuzim sipas mjekëve specialistë mund të çojë deri në vetvrasje ose vetlëndim, duke rrezikuar kështu edhe jetën e fëmijës. Ka një ndjenjë trishtimi, qan pa kuptim, qan shumë, është e mërzitur, ka ankth, ka pagjumësi, tërhiqet nga familja, nuk para kujdeset për bebin, shpeshherë i duket sikur fëmia nuk është i veti, ose ka nënvetësim për veten, i duket vetja sikur është shëmtuar ose nuk është më ajo që ka qenë, si ka jetuar më mirë para se të lindte fëmia, i duket sikur dhe nuk ka mbështetje nga bashkëshorti. Shpeshherë këto nëna arrin deri sa mund të kenë tentativë për vetvrasje ose edhe për vetlëndim për fëmijën dhe për veten. Mjekët ginekologë këshillojnë që nënat e reja të flasin hapur me familjarët, shoqet apo nënat të tjera, të ushqehen mirë, të kërkojnë mbështetje për kujdesin për fëmijën, të shëtisin në ajër të pastër, por ato mund të drejtojnë edhe psikologut duke shmangur kështu periudhën e vështirë postpartum.